çfarë jeni duke dashur të bëni me RTK-n? Zgjidhja për RTK-n është duke u përdorur për inate politike, për shantazh. Sindikata e punëtorëve RTK-s do të shqyrtojnë mundësitë ligjore për hyrje në grevë të përgjithshme. Sot jemi këtu jo për luks, jo për rritje pagash fatkeqësisht, por për një të drejtë themelore për pagën tonë që na takon me ligj. Në vend se të protestojmë për përmirësimin e kushteve të punës apo rritje të pagave, ne jemi të detyruar të dalim në rrugë për pagat që i kemi fituar me djers dhe për kushtim. Në gjithë shtetin pagat janë ngritur, paktën kështu edhe po thuhet. Por në RTK punëtorët nuk po marrin as ato që i meritojnë, por punën që bëjnë çdo ditë me shumë përgjegjësi. Kjo nuk është thjesht padrejtësi, është fyrje për punën dhe dinjitetin e secilit punëtor në RTK. Ndërkohë, deputetët e Kuvendit Kosovës vazhdojnë t'i marrin pagat e tyre rregullisht çdo muaj pas një vonesë. Por për ne punëtorët që mbajmë gjallë transmetuesin publik, askush nuk është kujtuar. E them qartë, për këtë situatë, përgjegjësi kanë të gjithë: Kuvendi, qeveria dhe menaxhmenti i RTK-s. Pa paga, pa respekt dhe pa mbështetje asnjë institucion nuk mund të mbjetojë. Ne kemi qenë të durueshëm, por durimi ynë ka kufi. Nëse brenda një kohë të shkurtër nuk gjendet zgjidhje, Sindikata e punëtorëve RTK-s do të shqyrtojnë mundësitë ligjore për hyrje në grevë të përgjithshme. Dhe nëse vazhdohet me heshtje e shpërfillje, protestat tona edhe mund të përshkallëzohen. Kam një pyetje të vetme për të gjithë skenën politike të vendit. Çfarë jeni duke dashur të bëni me RTK-n? AGK ka vetëm një kërkesë sot. Asociacioni i gazetarëve kërkon në mënyrë urgjente dhe të padiskutueshme nga kryeministri në detyrë Albin Kurti që thjesht t'i alokoj pagat për punëtorët e Radio Televizionit Kosovës. Ta bëjë njësoj siç bëri herës së kaluar dhe kështu të ndërpritet presioni edhe financiar që po bëhet ndaj punonjësve medial. Zgjidhja për RTK-n është duke u përdorur për inate politike, për shantazh, për gjithçka tjetër, vetëm e vetëm që t'i sqarojnë hesapet politike partit mes vete. I bëj thirrje edhe një herë të gjithë akterëve, të cilët në fakt kanë detyrim ligjor që ta përkrojnë financiarisht RTK-n në këto kohë të vështira, në mënyrë që punëtorët e RTK-s të vazhdojnë, punojnë me dinjitet dhe të i paguhen detyrimet të cilat i kanë me kontratën e tyre.